Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahu jalla jalaluhu falenderojmë dhe vetëm për ndihmën dhe falë kërkojmë. Dhe salavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në fund të kësaj bote. Ndërlozër, jemi duke trajtuar, duke folur për disa fjalë të cilat bëjnë pjesë në përmendjen e Allahut azza wa jalla dhe janë nga fjalët më të mira pas fjalët të Allahut xhalla wala që i thot njeri përmes gjuhës së tij. Dhe kemi përmendur në fillim se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë 4 fjalë janë nga fjalët më të mira. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dhe kemi sharuar për çdo fjalë shkurtimisht disa nga kuptimet dhe ato që ka të bëjë me këto fjalë. Dhe sot kemi ardhur tek fjala Allahu akbar. Kjo fjalë e madhe dhe krahas kësaj që është fjalë e madhe është konfirmim i madh dhe një pranim i madh që ne ja bëjmë Allahu xhallahu ala përmes gjuhëve tona. Fjala Allahu akbar ndryshe në formulim shkurtimisht gjuhën arabe quhet tekbir. Andaj kur thuhet tekbir, në kupton Allahu akbar. Dhe kërkesa për të bërë tekbir, Zoti xhalla xhelaluhu në Kur'an nuk është rrallë. Zoti xhalla xhelaluhu përmend shpesh në Kur'an. Prandaj kur flet për ajet të agjerimit dhe kur flet Allahu xhalla xhelaluhu për zbritjen e Kur'anit, se kjo është ngjarje e madhe, zbritja e Kur'anit është ndodhje e madhe, nga ndodhjet më të mëdha që kanë ndodhur në tokën qiell, është zbritja e Kur'anit, fjalës së Allahu xhallahu ala. Prandaj kur thot Allahu xhallahu ala shahri Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, muaj Ramazan është ai që në te ka zbrit Kur'ani. E pasi që Allah e përmend këtë realitet, përmend dhe men shahide minkum ash-shahra falyasumhu. Kush nga ju e pret këtë muaj, është i shëndosh, është vend vetë, le ta agjeron. Pastaj përmend disa rregulla të caktuara për agjerimin, pastaj Allahu xhallahu thot: "Wa li tukabbirullaha ala ma hadakum", që të thuani Allahu akbar, për atë që Zoti ju udhëzoi. Dhe këtu ka kërkesë për bërë tekbir. Çfarë kuptimi ka tekbiri këtu? Sërojmë. Mirë po, është kërkesë dhe është mësim dhe udhëzim i Allahu xhallahu ala që ne të adhurojmë Allahu xhallahu ala përmes tekbirit. Uri tukabbirullah, që thuani Allahu akbar. Pastaj gjithashtu Allahu xhallahu ala në fund të surës Al-Isra thot: "Wa kabbirhu takbira". Dhe Zoti xhallahu ala madhroja dhe ngritë emrin e tij duke thënë Allahu akbar, tekbira. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për namazën se miftahuha at-tahrim, miftahuha at-takbir, tahrimuha at-takbir, tahrimuha at-takbir. Do thotë ajo që të fut namaz dhe ajo që i bën të ndaluara të gjitha të tjera fjalë dhe vepra, përveç ato që kanë me namaz është at-takbir, fjala Allahu akbar. Pra me çfarë shprehje hym namazni? Me shprehjen Allahu akbar, themi Allahu akbar. Prandaj edhe shumica e dietarëve kanë thënë se nuk pranohet asnjë hyrje namaz përveç me Allahu akbar. Në gjuhën arabe ka dhe formulime tjera që përmes tyre mund ta shprehësh madhështinë dhe madhrimin e Allahu xhallahu xhallahu. Mirë po është ky formulim, do të thotë kështu statik, i pa lëvizshëm, i pa ndryshueshëm, për të madhruar Allahun kur hyn namaz, të thua Allahu akbar. Nëse njeriu për shembull don me hyn namaz, me ndonjë shprehje tjetër nuk pranohet. Sipas shumicës së dietarëve islam. Për shkak të rëndësisë së madhe që ka Allahu akbar. Gjithashtu do të thotë fjala Allahu akbar të rrezë është ajo që me të ne hym namaz. Fjala Allahu akbar është kryefjala e njërit nga simboleve më të rëndësishme të islamit, ezanit. Ezani
që me te simbolizohet, do të thotë feja e dikujt, me te simbolizohet shëtnimi Allah xhallahu ala, me te simbolizohet hyrja e një prej adhurime më të mëdha në Islam, që është namazi. Ne thirrim ezanin për të lejmëruar se ka hyrë koha e namazit. Ne thirrim ezanin për të treguar se do të falemi, Allahun do të adhurojmë. Këtë ibadet më madhështor në Islam, namazi është ibadeti më madhështor praktik në Islam. Praktik, nga ibadetet praktike që ne i kryjmë, nuk ka ibadet më i madh në Islam se sa namazi. E lejmërohet për këtë ibadet si përmes fjalës Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pastaj gjithashtu besimtari kur e përfundon agjërimin, mor fund Ramazanit, të nesërmen kemi bajram. Si e shënojmë një bajramin? Me tekbir, këndohen tekbire, Allahu Akbar, Allahu Akbar, e kështë më radhë. Gjithashtu edhe, kur vije kurban bajram, me qimi në prak të titës edhe pak. Edhe ai kur vije shënohet me tekbire, Allahu Akbar, e kështë më radhë. Prandaj, fjale Allahu Akbar është nga lutje që e shoqërojnë besimtarin në adhurimet më madhështore, dhe është një nga simbolet më të mëdha në Islam. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në udhtim kur ka qenë, ja ka gjetë vendin kësaj fjale. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të thotë në udhtim kur është ngjitur ka thënë subhanallah, e kur ka zbrit ka thënë Allahu Akbar. Në fjallë Allahu Akbar nga fjallë të mëdhaja që nuk i është nda gjuhës se pejgamberin kur, asnjëherë. Si kur thonë në ibadete, në udhtim, e në fjallë të tjera. Kjo sa i përket për mendje se Allahut me këtë lutje në vend posaçme. Ndërsa ta përmendësh Allahun me këtë lutje Allahu Akbar vazhdimisht, qoftë në formë të tekbireve që këndohen Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, e kështu me qoftë forma tjera, është padyshim është një mundësi e hapur që përmes saj besimtarit ta madhron Zotin xhallahu xhelalu. E çfarë domethënie për besimtarin në jetën e tij kjo fjala Allahu Akbar? O dyshim se nëse do na më përkthy Allahu Akbar, Allahu është më i madh. Allahu është më i madh. E kjo është kuptimi më i drejtë dhe më i saktë i fjalës Allahu Akbar. Do të thotë që Allahu është më i madh. Në një hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fton të Adi ibn Abi Hatim. Adi ibn Abi Hatim ka qenë një, do të thotë, prej arabëve shumë me autoritet. Baba i tij ka qenë shumë autoritativ. Ka qenë i njohur me bujari. Ka vdek në mosbesim, mirë, po ka qenë i njohur me bujari. Ka qenë shumë bujar. Edhe djali i tij ka qenë autoritativ, familje shumë autoritative. Dhe motra e tij e ka pranuar Islamin. Ndërsa Adiu ka ikë, ka shku në Sham dhe është bëj krishterë. Pas një kohë, motra e tij e fton me ardhë dhe jep garancë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i bën dëm. Eja në vizitoj motrën nuk të bën dëm, asgjë absolutisht. Edhe pse ka qenë në luftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e lejon me ardhë pejgamberi alaihi salatu wasallam. Dhe e prat për shkak të autoritetit, për shkak të babës së vet që ka pas emër, ka qenë bujar, e prat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe e çon tek shtëpia e tij dhe në mëdër e ndëron, po t'ja, sikur se ka transmetime, ja ofron një nga ato që ka pas, e kam thënë që të mbështetet këto e ulë mirë dhe ato e kështu me radhë, dhe i thot, o Adi, çfarë të pengon të thuash Allahu Akbar? Pse ata nërmena se ka diçka më të madh se Allahu? Pse nuk thua Allahu Akbar? Pse nuk e bën Allahun më të madh në jetën tënde? Pse din ti se ka diçka më të madh se Allahu, edhe edhe se nuk ka? Në këtu ka thënë pejgamberi kuptimin e kësaj fjale. A din ti se ka më të madh se Allahu? Prandaj Allahu Akbar, Allahu është më i madh. Allahu xhallahu është më i madh. Çfarë kuptimi Allahu është më i madh? Besimtari kur të lidhet namaz, dhe thot Allahu Akbar, lëvizja e gjuhës e tij me këtë shprehje, e cila shoqërohet me lëvizjen e durrëve, e cila realisht
është një lëvizje që e ka simbolikën e vetë, me të vërtet bëjnë kombinim më të mirë të mund shumë për të konfirmuar diçka të madhe. Do besimtari me këtë lëvizje të gjuhës dhe lëvizjen e durëve në këtë mënyrë konfirmon diçka të madhe. Me gjuhë thot Allahu është më i madhi, ndërsa me durë thot praktikisht se çdo gjë po e lë pas spina. Çdo gjë në këtë rast është e parëndësishme, çka do qoftë ajo, përveç kthimit ka Zoti xhallahu ala dhe përmendjes së Allahu xhallahu ala. Prandaj besimtari praktikis çdo gjë, çdo angazhim, çdo gjë praktikis në këtë botë, kur të vijë koha për t'ju nështru Allahu dhe për të adhuru Allahu me namaz. Në kjo është Allahu akbar. Allahu është më i madhi, është më i madhi se gjumi. Në sabah, kur do më uzu dhe ki probleme, nështë da s'ki përshu mirë natën, s'ki përshu mirë për me që tatë, sabahu është nga namazet e fështira, nuk është i letë. Prandaj ka thënë pejgamberi s.a.s. se namazin më i fështirë për ata që se kanë për një me këtë fe, për ata që realisht kanë problem me dyftyrsi, me hipokrizi, namazin më i fështirë me i nejtë gati që nuk është namazin sabatë dhe jacisi. Jacis ka qenë atë vakë kër njerës kam fletë me jaci. Ta është sabahu ka metë, nësa ma i fështiri për i gjithë namazet tjera. Ta është njerës rrinë mas jacis. Rrinë, dhe i vonë. Nuk është problem jacia për gjumë mo. Kam betë sabahu ma i fështiri, pëse dhe jacia nuk preashtohet nga së është përmanë hadith, pa dushim. Mirë për ndoshta në filtrim e si për nëse veç edhe këtë dhja duhet me i filtru, atërë pa dushim se mbetet sabahu namazi ma i fështiri. Me gjithë dhe, që njerët rinë vonë, ose janë të angazhuar, mund që të dhe ftaft, mund që dhe problem marë abdes, probleme do në gjemi, gjithë dhe këtyre problem besimtari ju thotë, Allahu akbar. Allah është më i madhë se rahatia ime. Allah është më i madhë se pushimim, Allah është më i madhë se gjumim, e kështë më radhë. Kur vije koha e fitimit, nështë e i mundësot besimtari me fitu, mirë, po nështë e mundësot e kabak me shtu pasurim, po jo me korreksi, jo me drejtësi, jo me halal. Këtu thot besimtari, Allahu akbar. Këtu nuk merë tekbir simbolikisht i namaz, po praktikisht e dëshman, se Allahu akbar. Allahu këtë e ka ndaluar dhe në praktisin, ka se për mua Allah është më i madhë, se sa lakmia për pasurim. Allah është më i madhë. T'japër për pasi, Allahu xhallahu ala në këtë rasta, është dëshmia praktike dhe konkret se Allah është më i madhë. Gjithashtu, kër e ullë shikim besimtari për bërë haramit, dëshmon se Allah është më i madhi, nga se nështë kërkes të jepshit lëvizin për shikuar ndaluar, për shikuar atë që është shëmtuar, atë që është haram, por zemra e besimtari thëtë Allahu akbar. Fuqia kësaj shprehje lëviz ka pak këtë syve që të mbyllin sytë dhe të ullin shikimin e mos shikun kërë ndaluar. Kjo është Allahu akbar. Praktikisht Allahu akbar. Madje në sprovat saktuara, kur besimtarit i bëhet padrejësie, zullum, i mirë të drejta, i shkelit të drejtat, dhe realisht nuk gjenë rrugë të hapur dhe nuk gjenë derë të hapur që mund të rëket te për ta marrë të drejtën, për të garantu vetës të drejtën. Çfarë thot? Allahu akbar. Allah është më i madh se gjithë ta që pëmbojnë padrejësi. Allah është më i madh se gjithë ta që pëmbojnë zullum. Andaj Allahu xhallahu ala u jep hakun dunja në ahiret. Dhe me këtë shprehje besimtari gjen qetësinë, ngushëllimin, prehjen e tij, sigurohet me fjalën Allahu akbar. Madje edhe kur nështë ndihet i kërcënuar, edhe ndihet i friksuar nga çfarë do rrethana, po sa thot Allahu akbar, qetësohet. Nga se çfarë do lloj kërcënime që ta vije, çfarë do që ta rrezikon, Allahu akbar. Allah është më i madh se çdo rrezikim. Allahu xhallahu ala është më i madh se çdo kërcënim. Për këtë arsye edhe, sikur se ka thënë Aisha radhiyallahu ta'ala anha për pejgamberin alayhi salatu wasallam, kur e shqetësante dhe friksante dhe që ka komenduar tash, fezia ila salat, shpejtante namaz, me njëherë namazin, dhe pas e thonte Allahu akbar, realisht largoheshin të gjitha
friksimet, e shqetësimet, e ngarkesë kështu më radh, nga se e thonte me vetdije, dhe e thonte me përkushtim, dhe e thonte me sinqeritet pejgamberi sa fjalën Allahu Akbar. Kjo është fjallë e madhe. Me këtë fjallë besimtari konfirmon shumë gjëra, shumë kuptime, shumë domethënie. Madje edhe në smundje thot Allahu Akbar. Ndoshta mund të komplikohet shërimi i tij, mund të vonohet, madje edhe sipas vlerësimeve mjekësore mund të pamundësohet shërimi i tij. Megjithatë, ai nuk e ndal gjuhën se thonë Allahu Akbar. Allahu është më i madh se mundësia e mjekëve për shërim. Allahu xhallahu është më i madh se sa rreziku i virusit që po më rrezikon. Allahu është më i madh se smundja që po më shkakton dhimbje. Allahu Akbar. Prandaj e gjen edhe në smundje ti e gjen besimtari kë, e gjen prejen, e gjen qetësinë, e gjen sigurinë, e gjen shpresën për të vazhduar tutje, e gjen shpresën për shërim te fjala Allahu Akbar. Kjo është fjallë që kërëta fjallë e madhe që besimtari, si kurse kemi folë për shpejt e tjera, nuk e thëtë sa për të thënë, nuk e thëtë sa për të përmend Zotin Gjellona me diqka. Mirë po, të ndërlozë, krasë që është fjallë e madhe, krasë që i mundësën besimtarit, shpërblim të madhë fjallë Allahu Akbar, krasë kësaj, ai edhe realisht e bën një lloj konfirmimi për Allahu Gjella Gjelalu se une krasë sa që po e them këtë fjallë, unë edhe besoj kështu. Unë edhe ndihem dhe disponohem në bazë të kuptimit dhe domethënies së kësaj fjallë. Nga se Allahu Akbar. Për këtë arsye me gjitha këto kuptime të ndërlozur, kur besimtari përmend Allahu Gjella Ora, padyshim se me këto kuptime që i ceka dhe shumë të tjera, i lehtësohet jeta, i lehtësohen problemet, e sprovat. Realisht kjo botë me gjitha telashat dhe sprovat që i ka, realisht i bëhet një lloj xheneti, një lloj vendi ku ai e gjen prejen dhe qetësinë e tij dhe sigurinë e tij në përmendjen e Allahu Xhalla Xhelalu. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sikur se ceka, jo rrallëherë e ka përmend Allahun me fjalë Allahu Akbar. Dhe Allahu sikur se ceka, dhe kjo është më për të lënë përfund, është se Zoti Xhella Ola madhruat Allahu Akbar për çdo gjë. Edhe sikur se u përmend nësa, edhe në smundje, edhe në telash, edhe në sprova, mirë po. Me të vërtet, udhëzimi i Allahut, nxjerrja e njerëzve nga errësira në mëdrit, udhëzimi i njerëzve të kënaqësisë Allahu Xhella Ola, me dhe kjo është diçka shumë e madhe. Prandaj litukabbirullaha ala ma hadakum. Që ta madhroni Allahun, dhe thoni Allahu Akbar për udhëzimin që Allah në edha. Shikoja, Allahu Akbar, Allah është më i madhe që e ka zbit Kur'anin. Kush e zbet Kur'anin kështu? Kush mund me asjet një libër si Kur'anin? Allahu Akbar, veç Allah që është më i madhe. Vetëm Allah që është më i madhe, zbret një libër si Kur'anin. Një libër i cili mranda kopërnjën dhe ti për mbledh atë shumë lajme, atë shumë dispozita, atë shumë sime, sa që mbetet libër që sfidon shejkun me radhë dhe do të sfidon deri në kiamet njerëzimin që sikurse e lexova edhe në namaz. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Nëse dyshonin këtë libër që kemi zbrit, fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Nëse keni më dyshje në vërtetësinë dhe saktësinë dhe fuqin e asaj që ja kemi zbrit robit tonë, fa'tu bi sura, sjellin e sure jo pra, një kaptin, sikur se Kur'ani sjellë në bukuri, e në madhështi, e në mrekulli, me gjitha kuptimet e fjalës mrekulli, sjellë një sikur se Kur'ani, nuk është sjellë ende, në qka që e lexon me qindra herë, me mire herë, dhe asë një herë, realisht nuk të duket e tepërt. Wallahi, nuk ka melodi, nuk ka tingull në botë, nuk ka këngë, nuk ka virsh, nuk ka poezi, nuk ka diçka që realisht e ndëgjon dhe e reciton dhe e këndon me 10 me 100 herë, e që gjithmonë është e freskët, gjithmonë është e këndshme, gjithmonë sikurse është hera po. S'ka kështu të Allahu. Diçka që po bëhet shumë e kërkuar, shumë e dëgjuar, pas në kohë largohet, vjen tjetër. S'ka diçka që 100 vjet dëgjohet. S'ka kështu ata. Dorsa si ka surën Fatiha,
Sës në perive e lexojmë, minimumi 17 herë në ditë e lexon njëri veç kur të falet ato. Mos lasëm herave tjera. E sa vjet, e sa shek i lexohet ky Kur'an, dhe gjithmonë subhanallahu është tingull i këndshëm, i freskët, pothuajse hera e parë. Allahu akbar. Kështu veç Allahu mund të zbrit. Allahu është më i madhi, i cili e ka zbrit në librin i cili gjithmonë mbetet i freskët dhe i këndshëm për besimtar. Asnjëherë nuk të bezdis, asnjëherë nuk duket e tepërt, kur sar i arë me falë sabahun, e akshamin, e jacin, gjithmonë ke kanë dëgjuar me zë Kur'an, prapë se prapë të ndëgjohet, duket shumë interesant, e këndshme. Prandaj i tu kebirullah. Tek zbritja e Kur'anit Allahu ka thënë, thuani Allahu akbar. Dhe gjithashtu këto udhëzime për agjërimin, e këto mësime, e këto dispozite, edhe për namaz dhe për tjera. Allahu akbar, vetëm Allahu xhalla xjalaluhu ka mundësi kështu me zbrit. Kësi rregulla të përshtatshme për njerëzit, kësi lehtësime duke pas parasysh situatat dhe rrethanat e ndryshme që kalon njëri për to. Allahu akbar, vetëm Allahu mund të zbrit. Prandaj Allahun e madhrojmë me fjalë Allahu akbar edhe në situata të vështira. Edhe në çdo situatë konfirmojmë se Allah është më i madh dhe praktikisht e dëshmojmë. Mirë, po mbi të gjitha mbetemi me të vërtetë të përkushtuar dhe të sinqert në thënë Allahu akbar përballë kësaj feje që Zoti ka zbritur. Allahu akbar, kësaj feje të bukur, kësaj feje të lehtë, kësaj feje të përshtatshme dhe këtë mundësi kaq lehtë me shpëtu nga dënimi i Zotit dhe kaq lehtë me shku në xhenet, veç Allahu kështu mundson. S'ka vallahi kështu apo. Ni ka fshat goj dynja me fitu sa do të më lodhë. Me ngi barkun fund tek unë. Sa mundi e sa sakrifica. Tëra xhenet kaq i madh, me gjitha bukuritë, me gjitha stolitë, me gjitha mundësitë, i përjetshëm, i përhershëm, çka syni s'ka pa, zveni s'ka dëgju, madje s'ke mund as me imagjinu me çka. E falni sa pani drejt, rruaj pe kësaj don që ne pak vjet edhe shka. Allahu akbar. Kështu veç Zoti mund të thonë. Sta mundësona kërkosh kaq lehtë dhe kaq mirë dhe kaq sigurt me sigurt shpëtimin. Edhe kjo përfshihet në kuptimin e fjalës Allahu akbar, e thash kuptime të tjera që realisht dalin nga fjala Allahu akbar. Ne duhet të ndërrohet që sa më tepër të inkuadrojmë këto kuptime kur themi Allahu akbar. Që fjala Allahu akbar të kupton një lloj falëndrimi, mirënjohje dhe një lloj madhrimi ndaj Allahu xhallahu për Kur'anin që na ka zbritur, për pejgamberin që ka dërguar, për fenë që na ka dhënë, për udhëzimin dhe për të gjitha të mirat që Allah na jep. Dhe nga çdo fatkeqësi dhe sprovë dhe keqje që Allah na ruan, Allahu akbar, veç Allahu xhallahu ka mundsi. Prandaj sa do të njëjt ke gjunat mëdha, Allahu akbar jep motive për tauba. Apo sa do të ka gjunat mëdha, Allahu akbar. Allah fali Allahu është më madh se krejt gjunat që ke bu. Allahu akbar ta kthen shpresën për pendim. Dhe gjithashtu thash, Allahu akbar ta kthen shpresën për jetë, e ta kthen shpresën për të vazhduar tutje, e të jap siguri në kohë krizash, kërcënimesh, e shumë të tjera që i përmendja kur ne themi si duhet Allahu akbar. Prandaj nuk është e rastësishme që kjo fjalë është qelës i shumë ibadeteve, është simbol i shumë ibadeteve, është një lloj konfirmimi që ja bëjmë Zotit xhallahu ala në kuadër të besimit tonë. Lësë Allah xhallahu ala që ta madhrojmë Allahun me gjuhët tona dhe që ky madhrim që ne i bëjmë Allahut me gjuhët tona dhe gjymtyrët tona ta ketë burimin dhe rënjet në zemrat tona, që Allahu xhallahu ta madhrojmë me zemrat tona dhe me të vërtetë nga thellësia e shpirtit dhe zemrës dhe pastaj përmes gjuhëve tona dhe pastaj përmes gjymtyrëve tona timi të bindur dhe ta themi Allahu është më i madhi. Nuk ka më të madh për neve se Zoti xhallahu ala. Allahu akbar kabira. Me kaq për të fund, Zoti xhallahu ala rrugën e drejtë, Allahu i shpëlbej për vëmendjen dhe për sabrën. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.